Si paraqiten pagesat për kujdestarët, por edhe për personat me aftësi të kufizuara, e mbulojnë shpenzimet qoftë ato minimale për to? E para nuk mjafton aq para, sepse tashmë edhe kostot në Shqipëri kanë ndryshuar, ne nuk jemi me para 5 vitesh në këtë kosto. Ka pasur një rritje për disa kategori, por kjo po prap nuk e përmbush nevojën dhe por të mos e harruar dhe një për ta theksuar, nuk ju njihet vite pune antarëve të familjes që angazhohet, sepse një antar do merret me një person, është i verbër, nuk ka si lëviz, ka aftësi kufizuar fizike që nuk i mundson fare lëvizshmërinë dhe ka nevojë të asistohet në larje, në tualet, para në gjërat bazike të jetës. Po edhe aftësia kufizuar mendore ka nevojë të kesh një person i cili kujdeset për ty, që është për ty si person me aftësi të kufizuar është ngrohtësia që të qetëson, se ata shpeshherë mund të jenë dhe agresiv. Kështu që problematika është që absolutisht zëri që vjen nga prindërit është që nuk mjafton kaq.